keni kuptu jo, kur ke me vizitu babën e vetë Hashimi. Po. Që në fakt nuk ju leju, a ju leju a pa qësa dhe... Unë familjes, jam konë edhe këmë shprejë ngushëllime, edhe Hashimit edhe tanë i shprejë ngushëllime, se Hajia ka qenë i borë shumë i mirë, këmë pasë ras më taku në odën e tina, një pritje ma ka borë shumë të mirë, për jetë se harraj. Hashimi, veç që erë me vizitu babën e vetë në spital, që jam mundësun me disa vështërsi, a këni mujtë me vrejt ju si gazetar dhe Kosova ja nisi po merë frim në ryshe. Ja nisi edhe të u ka u drilke. Se është njeri që e donë veni, e donë se ka shpoll pavarësin, bashkëpunim me krejt ata në parlament, i falenderoj gjithë. Po ajo konë që Zoti ja ka të regu edhe Amerika ka thonë që ditë ki me shpoll, se s'ka mujtaj as për para, as për mas, po e ka të regu kur. Na ka gëzu neve, i ka gëzu krejt ata të burgosën, krejt komplet i ka gëzu. Edhe unë e kam një apel për shoqatat e veteranëve të luftës. Për njerëz që kanë dhonë njerëz që Serbë i kanë masakru. Për ato gra që i ka dhonu Serbia. Të gjithë të shkojnë në Hagë komplet, qka jena. Ta shena bo këgja shumë 60.000 jena bo, të shkojnë edhe dashin ata me marë vendim me nashti tëmve në burg do të nashtin. Bashkohëm edhe na me Hashimin e me ata krejt, ose do t'i lirojnë edhe ata. Kjo është dëshira jam, edhe i bëj apel edhe kryetarit, do me thonë Gucati edhe gjithve, që të shkojnë anë në Hagë atje, deri t'i lirojnë të rinë anë që atje. Tjena të vendosën, që jena konë të vendosën... Po, jeni gatshëm të bëni këtë? Po, unë jam i gatshëm, që jena konë të gatshëm me vesh që të uniform, shkojnë edhe atje në Hagë, në fani, të rinë para dyrve, dhe t'i lëshojnë ata, edhe na më zdojnë, ose të nashtin edhe neve në bërë. Se që ose janë ata të fajshëm, jenë edhe na. Edhe poplit që ka përkrau, që kënë janë të fajshëm. Po, do të sakrifikonit edhe vetën, Na për Serbin jenë të fajshëm edhe ata thmija që s'kanë lindë, alo që kanë me harë me lindë. Serbia që ashtu na konsiderën neve. S'ki gjdo ditë pa arresën polici, ushtarë gjdo ditë pa arresën. Do me thonë, Serbia i ka, se unë po dalë edhe këtë dhe i bëj edhe një apel. Asë një familjar, i veteranve, i invalidve, do me thonë, ushtarë, polic, mos me kalu kufinin e Serbis. Se i kanë listat e mshefta. Ata i kanë mshefta, se këtu që ka jënë publike nuk o problem, pa ta i rujnë ato të mshefta. Do me thonë edhe mujnë mu arrestu edhe me sjellë probleme, edhe të familjet, edhe të populli shqiptar, edhe të ata patriota që jënë patriot që e dënë Kosovë. Zotri Pllashniku, një mesazh për fund, sepse për shkak të kohës, natyrisht që mund të lidhet edhe me 26 vjetorin e hyrjes së NATO-s në Kosovë. Në mesazh unë kësha thonë urime për shlirimin e që na kanë ndihmu NATO për shlirimin e Prishtinës Kosovës, po kjo pa u liru, këta në Hagë që janë, kjo nuk është liri. Na do të me moj zi deri të lëshohen ata kur lëshohen, na festojna. Do me thonë, është kjo, nuk ka liri, nuk ka shlirim, kjo kurse na i kanë marrë shlirimtarë, themelus na i kanë marrë, do me thonë, nuk është kjo liri, kështu që NATO-n e falenderoj shumë me shpirë dhe me zemër, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na kanë ndihmu, na kanë qëndru krah për krah, edhe këtu e kam një fotografi zdia po a mujtë me vrejt me të NATO-s. Po, sigurisht është një ndër fotografi që ju e ruani me shumë... Është interesant se si pra kemi një... Me të NATO-s gjithmonë një në kanë bashkë me NATO-n një në kanë, edhe qofse donë diçka Haga me denu u që kënë dhije që për dënën edhe Hagën. Do me thonë edhe NATO-n, në falje edhe se bashkëpunëtori jena ka me NATO-n, me Amerikën. Është shumë për të vlerësuar ky vetëmojimi, do me thonë ju jeni në këtë studje televizive dhe vazhdimisht po flisni për të tjerë dhe për kontributin e të tjerëve, dhe në asnjë moment vetëm për veten. Po unë e kumë kryu, unë e qa ku mujtë me kontribu. Unë s'ku mujtë me a fillu, kur ja ka fillu Zahir Pajaziti shamu. Po me ko ja kumë fillu. Edhe nështë të cili në kohën e vetë, kontributin. Qitë uniformi në kom betu, kur e kom vesh para komandantit shumë të mirë, e kom tharë Gjeladin Plakut, mos me desh deri në fund. Deri sa e kena bo transferimin, e u që kësën të më këj, edhe se kun desh, edhe që faktet, s'ka nevoj me